Një rast i rënd i dhunës në familje është raportuar mbrëmjen e së premtes në Obiliq, ku një grua ka denoncuar bashkëshortin e saj se e kishte sulmuar fizikisht dhe e kishte zvarritur për flokësh, mëson sinjali nga burimet. Ngjarja ka ndodhur në rrugën Kosova-B në Plemetin. Sipas informative, rreth orës 21:50, viktima EZ është paraqitur në stacionin policor në Obiliq për të raportuar dhunën e ushtruar ndaj saj. Burimet bëjnë të ditur se ajo ka deklaruar para hetuesve se bashkëshorti i saj FB e kishte sulmuar fizikisht duke e zvarritur për flokësh. Pas denoncimit, policia ka arrestuar të dyshuarin dhe e ka shoqëruar në stacionin policor në Obiliq. Sinjali mëson se në momentin e arrestimit, ai dyshohet se ndodhej në ndikimin e alkoolit. Me urdhër të prokurorit për dhunë familje, 23 vjeçari është dërguar në mbajtje për 48 orë, ndërsa hetimet për rastin janë në vazhdim.